Përshëndetje. Tje mora vesh, më erdhi në vesh me të them mirë, që pas ka filluar një luftë tjetër midis Izraelit dhe Iranit. Ups, thash. Kur ja pas kanë arritur këta, sepse them drejtën nuk mundohem mos mediat pothuajse nuk është tradicional, le të themi, nuk e shikoj fare, ose shumë pak, rrallë, vetë kur diçka është për në një farë mënyrë e kryer, për të shikuar, për të kuptuar ato prapas skenat, pavarësisht se shumica në rasteve i di, por secili mund të mund të pretendoj këtë për veten, por prapse prapë fjalë unë jam i hapur dhe mundohem të shoh në për shumë gjuhë të ndryshme, të paktën nga ato që kuptoj unë. Dhe pika ajo çka për cilën desha të flas sot është sepse jo vetëm aty në Shqipëri, por edhe në mediat e tjera janë shumë identike. Dhe më e bukur është tema në fjalë që hapet ose që mënyra se si flitet, është kush e fiton. E fiton ky apo ai, e fitojnë ata apo ato, sepse jo thot njeri, dalin analista apo dreqi viran, edhe lloj dreqi del në sipërfaqe, edhe fillon e bën ato, tregon prallat e veta. Po kaq budallën kujton njerëzve në vërtet, ose të paktën mua. Okej, megjithëse nuk i shoh, po dhe atë njerëz që shkojnë të shoh ashtu, dhe kur dëgjon që gjëra të tilla që thot luftën e fiton ky, luftën e fiton ai, kush fiton luftën më budallën? Ai kanë dy parlament ju. Kujt kujtoni se i syve? Mbase besoni për vete juve, ju analista, ju të mediave që i thoni këto. Por në luftë të gjithë humbasin. Pa mendoni çik vet. Si fëmijët e një populli të vriten, ata që janë ushtarë të paktën, sikurse edhe fëmijët e popullit tjetër, të gjithë humbasin. Kush më shumë, kush më pak, po të gjithë humbasin. Asnjë nuk do le fituar. Mbasa kam gabimur, por unë jam i sigurt që se kam gabim, kështu që të gjithë humbasin. Dhe këto pralla, këto propaganda për të mbushur emisionet apo për të marr klikime e gjëra të tilla, qofshi ju që jeni, por edhe mirë ai që ju beson, edhe mirë edhe ai që nuk mendon vet, po thjesht i shon projektorët, pak në projektorët të jashtëm, dhe u shikon dhe u shpenzon kohën me juve. Nëse ajo që desha dhe të nervizoj akoma në këtë pikë është se njerëzit do fillojnë të zgjohen dhe fillojnë të mendojnë vetë. Në formën e njeriut, në pamjen e njeriut që jemi të paktën në këtë realitet që perceptojmë këtu, dhe me kohën që perceptojmë gjithashtu, nuk ka dhe shumë kohë, prandaj filloni dhe mendoni. Mendoni dhe mbase zgjoheni tamam. Unë punoj për ditë me vetën time, për të qëndruar e zgjuar, dhe mua dhe më zë nga njërë gjumi. Dhe pastaj ups, ç'a ndodhi? Ku e humba, ku e la, ku e pa? Edhe treq veten prap jashtë. Ne kemi triksi të treq këtu, ka shumë mënyra e gjëra kështu që të treq, është si një marimang e padukshme që e ka thurur ato ja. Ç'a quhen? Se s'po vjen e dini ju për çka ka marrë. Hajde, kalofshi mirë, të gjithë mirat, shtet.